Prej më shumë se 2 dekadash, Emirian Nezha i është përkushtuar kultivimit të domateve në sera, duke e kthyer këtë aktivitet në një traditë dhe burim jetese për familjen e tij. Me punë të palodhur dhe përvojë 20 vjeçare, ai ka zgjedhur të kultivojë kryesisht varietetet Rosalinë dhe Zemërkau, të njohura për shijen e ëmbël, mishin e bollshëm dhe cilësinë e lartë që kërkohet në treg. Serat e tij janë fryti një pune të përditshme familjare. Mund të quhet pa hezitim një biznes familjar, pasi çdo antar kontribon në proces, nga mbjellja, kujdesi për fidan, ujitja e deri tek vjelja dhe përgatitja për treg. Për ta, sera nuk është thjesht vend pune, por një investim i përbashkët dhe një sakrificë e vazhdueshme. Megjithatë, ky vit nuk ka qenë i lehtë. Shirat e shumë të muajit shkurt shkaktuan përmbytje, duke dëmtuar një pjesë të prodhimit dhe duke rritur kostot e mirëmbajtjes. Pavarësisht të vështirësive, Emiriani nuk u dorëzua. Ai ndërhyri menjëherë për të rikuperuar dëmet dhe për të shpëtuar sa më shumë nga prodhimi. Të nderuar teleshikues, sot ne kemi ardhur në fshatin Kosovë vogël, Lushje, dhe tek sera e zotit Emirian Nezha, i cili ka një serë me domate. Jo, keni mbjell domate, do të thotë serën që dispononi. Sa si përfaqe keni këtu? Këtu janë një dylim me 600 metro. Një dylim me 600 metro. Keni në vend tjetër serë më? Po, kam dhe një dylim me 200 metro në vend tjetër. Po. Atë për momentin e kam mbjellë brokull. Me brokull, ha? E kam mbjellë brokull për arsye se desha që të kap sezonin e kësaj, e kornisholit, ku mbjellet kornisholi. Po. Edhe domethënë këto ke rriq. Po, këto. Po kultura tjera mbjell? Jo, më zakonisht me jetë me domate, me këta edhe me kornisholi. Bakti s'kemi. Jo. Ku do marrë baktin këtu me 250 metra katror tokë që kemi neve pra shtëpisë. Po se sa tokë keni marrë? Ne kemi për frim kemi marrë në 2,2. Në 2,5. 2,5. Atëre, çfarë lloj domate? Kjo është Rosalinë. Rosalinë, Po. Kur e ke mbjellë këtë? Kjo është mbjellur në 15 dhjetor. 15 dhjetor. Fidani i keni bler? Fidani ishte bler. Po. Sa kohë ke që kultivon? Unë kam rreth 15 vjet me sera. 15 vjet, ha? 15 vjet. Po këtu ke pas serën apo? Jo, këto i kam për momentin këtu i kam me qira. Kam rreth 4 vjet që i mbaj me qira këto serat këtua. Nëse të tjera dhe ne i kam mjet, i kam atam në krahun tjetër. Apo fshatit, që kam një brokull. Brokull, po. Po qiraja, është shtanë qiraja? Qira më këtu me një dylim me 600 metra më paguaj 800.000 lekë. 800.000 lekë? 800.000 lekë në vit. Tu të ka ardhë lagështia nga lartë? Tu më ka goditur mali, kur që e shiu madh, që u përmyt, po thosë e gjithë Shqipëria. Po. Ishte një prua aty lart, po më bëri një goditje. Lagështia dhe ka bërë disa deme. Po shohim to dëmtimet që janë. Po. E gjitha në ajo ka dëmtimet. Kur parashikon që të piqen? Se dim, kur t'i vim momenti? Në aprill, Po, në mëse në ko. Mund të filloj. Neme, më ka dhe një goditje kalbëzimi. Po. Këta i bën një lloj spërkatje. Këta që neve që marrin fidanet, i bën një lloj hilmi e frenus. Ata e si fidane, po goditje më të madhe e marrim neve. Në produs. Ai për veten e vetë e merr lekun e tij. Po të mezimin me çfarë boni? Me blet. Keni me blet, ha? Po, me blet. I bleni ato, ha? Po normal, ha? Ato blet, domethënë, çdo sezon bleni blet? Në çdo sezon. Sa blet do kjo? Kjo në dylimi këtu merr një koshere blet. Një koshere? Po. Se shohim domethënë që ka lidhje. Po, lidhjen e ka deri diku, mirë. Në katit.
Po mos ishte lagështia, do ishin gjë. Po, ti mos ishte lagështia, mos bënin ta goditje me këtë helm me frenus, do ishte goxha më ndryshe. Se diku ku kanë mbathur unë ato madhe më para, siç ka ndej apo krau matan para lagështirës, është diku bima më e mirë. Po frenusi për çfarë përdoret? Ata marrin bimen që duan ta më tepër këtë goditjen ata si vjetë bën se na ajo që përmbytur shumë sera edhe nuk kishin kuçoni fidanet. Po? Dhe neve që e patëm porosin në të momente, u goditëm dhe neve. Po fitet tja shike dalës, ke punë i bilanç shumë për shembull që Mirë, edhe fort ke që po jemi në shtëpi, ushqemi me familjen tonë. si për shembull po marrim në përqindje, nuk pa marrim domun sa lek merr në këtë serë. Në përqindje, për shembull pa marrim 100%. Sa përqind të përbëjnë shpenzimet? Shpenzimet, në këtë Për serë shembull, janë 9 milion lek pa supozojmë, ne sa përbëjnë shpenzimet? 1 milion lek, mund të kesh 300.000 lek shpenzime. Domethënë 30%. 30% që ne ke E ketë sigurt. Të sigurt. Me plan. Sidomos dhe unë që jam me qëra, në vend që vete që kosto, Po. Pa ke shpenzim. paktën jemi pranë familjes tonë. Pranë familjes. Si në të mirën keq jemi këtu. Po vitin që kaloi, domethënë ke pas gjendje më të mirë, ha? Po, gjendje më e mirë. Po domate i ke pas mirë dhe vjet. Po. Dhe ne kam pasur domate në këtë vend në Kau. Si kam kalur serën e vogël me ata. Kam pasur terën. Ata me ata ne kam pasur 4 vjet në kolishoni. Masi mori sezoni domates tu kalova këtën pastaj Në lloj tjetër. kalova këtën në kolishon. Po këto plasmaset dopje i keni lënë, sepse zdihet, ha? Po, normale. E këto të ujtë të sej shkodin. Po i kalojnë këtu mes të lugët edhe i jashu pastaj. Po. E s'pyti fare se vi këtu, vi më lart 3 vija, nuk se pati fare probleme këtu. Ka qenë Për hyrje këtu. i reshjet të mëdha, ha? Po. Aha, unë me gjithë Shqipëria, jo vetëm unë. Po. Ku me gjithë Shqipëria unë këtu. Ane ju dëmton mjaft, këtu ke dëmtime, po Kam dëmtime, po ke edhe bim. edhe bim ka. Po tham që me përshim të atyre që janë të ashtu, tjera do e marrin veten, besoj. Po, them se po. Hajde do e marrin. Plerimin si e bën ti me ujtin? Me ujtin, përmjet ujtit, me kanalin. Ke depozit? Jo, direkt Ke marrim. plehun qerri. Kemi marrim me një fuqi. Po? Marrim me një fuqi, e tresim atje dhe e thithim Edhe direkt me pompë, E me lidh kanal. me sistemin. Me sistemin e vaditjes. Po. Se kështu s'ka nevojë për vaditje këto, vetëm për hedhjen e plehut. Vetëm hedhjen e plehut, se nuk bën dot ndërhyrje më shumë me ujtin sepse ajo shko siç bër. Po, po. Në punën e lagështirës. Besoj Një pjesë me lagështira, një pjesë me për sa ditë do sa toka besoj. po pat maj diell Diellën parashikoj. në data 7. Po. Me në data 7 muaj tjetër e jep me diell pastaj. 10 ditë. 10 ditë them që do Them se po. Një nga elementet më të veçantë të punës së tij është mënyra natyrale e polenizimit. Për të siguruar një prodhim sa më cilësor dhe të shëndetshëm, Emiriani ka vendosur në sera një koshere bletësh, të cilat realizojnë procesin e polenizimit në mënyrë natyrale. Kjo metodë jo vetëm që rrit rendimentin, por edhe garanton një frut më të plotë dhe më cilësor. Sot, domatet e serave të Emirianezhës janë dëshmi e një pune të ndershme, të përkushtuar dhe të lidhur ngushtë me natyrën. Një histori suksesi që tregon se bujësia, kur bëhet me pasion dhe bashkëpunim familjar, mund të përballojë çdo sfidë. Ajo është do iki ja lagështia. dhe bleta. Po. Që kemi futur për punën E polenizimit. polenizimit. Po këto sa kushtojnë? Ajo vetë 70.000 lekë. 70.000 lekë. 70.000 lekë. E japin ato firmat? Marrim te këto. Këto që shesim plerime, që merren me se di ku mund t'i marrin ata. Nga thirr bën porosi me ata që jemi lidhur që marrim bazën.
Filoruse, ushqyse. Po, ti pasat shumë kohë që kultivoke, kështu që ti je bo specialist për këto. Tash unë kur vetë ati unë i them dua. Unë desh kur vetë ati i them unë dua këtë lloj gjëje, sepse e di dhe vetë se çfarë problemi më jep, çfarë problemi ka bima. Po majmë çik distancë, jo çik, po majmë shumë distancë nga këto herbicidet që janë pa lejueshme. Sepse edhe e vetë dim, jemi ndjeni se kush duhet, se kush nuk duhet. Kush duhet, kush nuk duhet. Sepse unë zakonisht punoj vetëm me tregun më brendshëm, nuk punoj me tregun jashtë fare. Mund të jetë shumë ndushje dhe e përdoret për mrena, vetëm me tregun brenda. E që në Tiranë, besoj. Tiranë, Shkodër, Vlorë, Saran. Pra në qendrat, po. Në për qendrat e mëdha. Qendrat e mëdha. Masi ti heqësh domatet. Do t'i bëj një izolim për rreth 45 ditë, bllokim, për djegje toke, mikrobe. Për djegje mikrobesh. E pastaj shikojmë çfarë mund ta mbjellim. Me se kulturë tjetër, besoj, ë? Sa mund mjellë e mashurk, mund ta mjellë prapë në kastravetin e kolishoni. Po. Punët ja bën veti me gjithë duan. Po, vet. Sa seti i dylimi 600 këtu, i dylimi 200 atje, rreth 2 dylimi 800 metra. Gati 3 dylimi, do të thonë 3 dylimi. I shërben vet. Po, vetëm me vllajën, si familje. Si familje. Ase jeni bashkë me vllajën, po, bashkë. Po. Dalësh vetëm, sa do bësh vetëm? Jo, vetëm. Pak të nimi, punojmë bashkë, çdo gjë ndajmë bashkë. Si puna kolektiv nuk ka asnjëherë. Po. Po ke gjëna që ti shumë mirë që punoke me vllatë edhe bravo qoftë, se në shumë vende domethënë punojnë vetëm. Nuk vetëm se kanë ata në vetëm, kërkojnë ata tafman e madhe, xhelozia në mes. Kjo ka des mirë këtë. Ka t'i parë në rishë mirë, ka qitet mirë. 5 kokra, 6 kokra. Vite tjera, si vjetë janë pak dobta për efekt reaktivës, po viteve tjera, bon pastrime, hejde kokrash? Po, bëjmë pastrime në rrallën e hejtë në kokrë. Ku ka lidhë shumë, ku ka lidhë shumë, bëjmë në rrallim, ku ato kokra që janë më përpambetëse, se e mbanë kotë. A për shemë kur një puna, kjo se kjo të mesim mrapa të hiqet. Po, normal, do hiqet edhe. Edhe kjo vodla kjo. Ato do hiqet e vogla. Do hiqen ma vonë. Hiqen më mrapa. Masi të shkëputet tjetër që marrë zhvillim, kalon dhe një kontrol prapë. Për sistem në ujgjës me pika nuk e heqë, ti besoj. Jo. Nuk e heqë domatet nuk e heqë, sepse do mersh kultura tjera. Do mersh kultura tjera. E bëjmë rreth janë 2 vjet, janë 3 vjet, qëndrojmë linjën e ujtit se nuk jesh në ajo zona petashuke. Po. Edhe nuk ka nej, se ishte ka nej kostot shumë të lartë. Nuk ka nej kost, a? 30.000 lekë vete dylymi. Që ti ndrosh linjën e ujtit. Që ti bësh treja. Ti bëj treja, sepse nuk kam kohë që mund të merrem me ata që me të pastruar të zhbllokuar, sepse kam punë tjera. Po. Do merrem sa të merrem me ata, merrem me diçka tjetër. Ti lehet pa ndrume vetëm këto linjën kryesore. Linja kryesore ishte e pa ashtu. Linja kryesore është s'ke për çfarë ndron. Besoj pjesa më e madhe e familjeve këtu, ose themi kanë sera, Një pjesë kanë sera, një pjesë punojnë në edhe këto gratë, zakonisht punojnë me magazinat. Me magazinat? Me rregullimin e mallit. Kush se ka mundësi që t'i bëj dot serat, merret me diçka tjetër. Po në emigracion, ke qenë emigracion? Në emigracion ikim vetëm thjesht me sezone, kurse kemi punë këtu, sidomos zonën shtatar, tetar, lëvizim. Me 1 muj, me 2 muj, për çfarë të bësh? Kemi dhe atë serën e mund të shohim dhe atë? Po, mund të shikojmë dhe atë në tje. Ajo është tjetë domate e zemërkav. Kjo është domate e zemërkav. Po. Si bim duket shumë mirë. Fidanin e kam bërë vetë. A i ke prodhu vetë fidanin? Te fidanin e kam bërë vetë. Me kubik i ke po, ha? Po, me kubik. Po farën nga keni gjetur? Farën po thesë të kjo e kam hequr vetë. Se s'farën e gjenë.
këtë lloj. Në ato Që në përdegat e farmave. Në ato që kanë qenë përpara. Na që ka ekzistuar që në kohët. E kemi vit tjetër këta, po këtë vit, o për e parë. Jo, kam rrethja 4 vjet, 3 vjet që kultivoj këtë lloj. Po, edhe me farën, besoj. Edhe heqim farën vetë. Vitin tjetër besoj se ka deformime, se s'do t'jetë hibride kjo. Jo. Se hibridet japin deformime. Ose nuk grillin. Kjo tani këtu ka një lule që neve ja heqim për arsyen e asajta. Këtë lule neve ja heqim. Kjo është lulja parë. Dhe kjo tani po ta bësh po të lidhi kokrën. Kjo tani i let gjitha këto lulet e tjera i let prapa mbetëse. Dhe neve heqim këta na. Ja dhe këtu kjo. Këtu është kjo, këtu është hequr. Është hequr. Është hequr më përpara. Pra hiqni këtë që mos i marri ushqimin atyre. Merr ushqimin kjo dhe i let gjithë katin tjetër, këtë katin tjetër pastaj i let tëra prapa mbetëse. I le bosh. I le bosh. Gjithë lulen e parë, gjithë lulen e madhe të parën. Si është me prodhim kjo? Kjo deri tani paraqitet shumë mirë. Po nga viti kaluar keni. Më ndryshe, si vjet. Vjet pata çik më shumë, po mirë, bravo. Jo keq. Domethënë si prodhim flas, domethënë. Po, mirë si prodhim. Se si cilësi duhet të jetë mirë kjo dhe preferueshme. Tanë zakonisht më shumë e përdor vetëm jugu. Vini marrë në vetëm jugu. Vetëm jugu e përdor zakonisht më shumë këtë lloj. Tani ka filluar dhe një pjesë. Ka vaja, një pjesë këtu e lushnjës që e marrin. Po. Deri sa kate i lini? Zakonisht deri në 5 kate. 5 kate. Dhe pastaj priti maj, në? Pastaj shkëpusi maj. Se kjo më pak lidh, ha? Më pak lidh, po bën kokë çik më të mirë, bën kokë më të madhe. Ja kjo këtu të heqër, ha? Po, ajo hiqet. Kjo hiqet, kjo nuk lejon. Nuk e lejon. Kokë lulet e tjera pastaj. Të zhvillohen. I mban ato lule pastaj i mban të fjetura. Se merr tëra ajo ushqimin pastaj. Sa është kjo, sa sipërfaqe ka kjo? Kjo këtu është 600 metra. 600 metra. Sa bim ka kjo? Kjo ka rreth 1600 bim, 1700 bim. I bim e gjysë i bim për metër katror. 2 bim për metër katror. Po. 2 bim, 2 ca për metër katror. Po një bim keni bon ai provë gjatë vitit vjershëm për shembull sa domate jetë. Varet pastaj, se neve marrim me e marrim me totale, nxjerrim mbi totalen. Sa fare total kjo? Kjo mund të 600 metra serë mund të arrite 50, 60, me 800, varet, pastaj 18, po. Pastaj pjesoj për bimet edhe dele sa? Del përfundimtarja. Po këtu blet, po shoh blet tu. Zakonisht për momentin nuk e kam futur bletën për arsyen sepse kjo tani po fillon me çelën e lules. Po? Edhe për bletën edhe për këtë këtu e kam porositur. Unë vetëm ta marr këto 2 ditë. Zakonisht me këto që kam punuar deri tash, që ka lidhur kokrën, kam spostur bletën që andeja i bie këtej. Kur ka qenë koha, kur e shikoj që ande bleta nuk më punon, që s'ka le çelje lule, e ka lektua. Po gjethet për fund. Kur filloni që? Gjethet për fund fillon sa vete te kati 4, po thoj se tani fillojmë pastrojmë gjethet e poshtme. E poshtme. Deri apo se s'ke kati, ha? Fillojmë parë, pastaj heqim te gjethen këtua. Tek gjethen e katit që me kati dali i lirshëm. Po. Ja dhe bletat punoj. Po, shumë mirë. Më dhënë tjetë i lirë këtu. Po. Gjethen me kat, dhe me katin e pastrojmë. Përse si tek rushi që ku ke veshuli hiqet gjethe. Bravo. I një dhe gjethe. Kjo dhe preparati i shkon në gjethe. Këto që kanë gjene më të mira. Po, kesh. Edhe këto kanë lagështi, këtu. Ka qik lagështi, po kjo e për ballon. Po. Nuk ka dëmtime. Jo. Vetëm çik fare dëmtime aty poshtë. Që puri, edhe ato suvuram vetë që ta vija me më tepër. Është i lash. Ke
keni nërmen që të merrni toka tjera me qira, sera tjera me qira? Po gjeta pse mos i marr. Ço do bëj? A marrë dhe punëtor pasaj, ndesaj. Do shikojmë për sasinë sa qa mund t'im bjell, qofse do kemë edhe nevojë do marrim edhe punëtor. Ose mund të mjetë dhe kultura që Që mua nuk më ha ko. kanë ma pak. Po. Mund ta mjellësh ma shurk, në atë kohë kur ma shurka nuk ka se ka në një shu, thjesht do t'i besh një ben një spërkatje për tripsin edhe për maje. Një ditë e ben spërkatje, një ditë e ben për punën e tripsit, kur fillon vjelja, pastaj të i lirohesh, edhe ke merresh pastaj vetëm me punën e vjeleve. Po me lakra keni provuar? Me lakër kokë? Jo, nuk merrem fare me atë sepse nuk ka në çmim. Kosto ka, po çmimi nuk ka. Po, Sepse nuk i dihet viti vitit. po kungulli gjellës. Kungulli gjellës e kam kultivuar edhe atë, no? Kam kultivuar atë kungullin e bardhë, por në këtë serë këtu. Në të zhitë të bardhë, po. E kam kultivuar edhe kjo serë këtu. Po. Mirë pa t'i qenë me çmimin, po thjesht kemi patur në një problem me bimën. Se qarë kishte? Ajo që e bën gjethen lartë, e bën si punë si kërpudhë dhe nuk hecën me, dhe fruti nuk qonë. Nuk ka maj rritje? Nuk ka maj rritje. Qonë 2 gjethat e para, 3 gjethat e para, mund t'i marrë 3 frutat e para dhe më mbrapa Po mirë, të blokon. Kjo mund t'jetë defekt edhe i farës. I farës është. Sepse ka dhe tomate, për shembull edhe nga kjo lloj. Po, ka dhe nga kjo lloj që del në një, po jo. Vjen dhe një farë veni e tjetër dhe kthehet në mënyrë tjetër. Kam nuk zhvillohet. 2 bim ka qelluar. Kanë qelluar. Se i kanë qelluar. Ata heqën nuk kishte se më kushton në i gjë. Me jo, unë flas kur është në mënyrë masive, po Jo. Kur është me 1 me 2 do ketë raste të tjera. Te kungulli me kalon me vetë të ajo pastaj i fiksioni. Sado që ti ta shkulesh apo ajo e ka. E ka vetë brenda fidani i fiksioni. Sa humb rritjen, do të thotë që nuk bën më. Asaj. Të nderuar teleshikues. Ne ishim sot në fshatin Kosovë, të rrethit të Lushnjës, në serën e zotit Emirion Nezha. Në emër të televizionit Beçit, Betës TV, ne të falenderojmë për punën dhe sakrificën e madhe që bën, sepse unë jam agronom dhe e di vështirësitë që ka fermieri në këto problem. I falenderit juve. Atëherë edhe herë të falenderoj. Faleminderit juve. Falenderoj. Dhe punë të madhe. Të nderuar teleshikues, siç edhe në ndoqët, ne ishim sot në fshatin Kosovë e vogël të Lushnjës, në një serë ku bashkëbisedu me fermierin për punën që ka bërë dhe për ato që do bëjë. Dhe faleminderit për vëmendjen, mirë pafshim në emisionin tjetër.